Cilat janë ato sfidat kryesore që përballet teatri në Maqedoni, në përgjithësi, po edhe sidomos kur trajtohen ato temat më specifike sociale apo sidomos ato politike? Po shive, tani me kalimin e kohës, teatri më herët ishte një nga mediumet, sepse është medium, ka qenë një nga mediumet kryesore të shoqërisë, së bashku me televizionin, me radion, një kohë radio tani më është shkput nga ajo garë, se gati se nuk dëgjohet, po ka qenë medium dhe mendoj që vazhdon tjetë, edhe pse ndikimi i teatrit ndoshta është zbe kohëve të fundit, mbarësisht aspektit jetësor, zhvillimit teknologjik, rrjetet sociale kanë bërë vetën që ta anashkalohet teatrit lihet pak ndërhije, mirë po mendoj që asnjëherë nuk do të arrihet ajo që të anashkalohet tërësisht lihet me një anë. Sadokudo prap do të gjen ai publikun e vet, njerëzit e vet që do ta ndjekin dhe çdo i të jetë ngarë, do të dorëzohet nga gara. Sfidat shumëta ka, sidomos për shembull ne nuk jetojmë në Suedi ose në vendet skandinave, në Angli ose diku tjetër, ne jetojmë në Maqedoni, në Ballkan. Në Ballkan kemi probleme tjera të ndryshme, sociale, politike, që dallojnë me ato të shteteve perëndimore, nëse atje është problem shija e publikut për shfaqje teatrale, këtu për neve kemi probleme të ndryshme, domethënë atje është shija teatrale ndër problemet parësore tyne jetësore, ndërsa tek ne problemet parësore janë probleme me ujësjellës, me probleme ekzistenciale, po, parësore.